Çfarë është close high ticket? Ndoshta po e shesh shpesh online edhe njerëzit po e përdorin kudo këtë term, por ende nuk i 100% i sigurt se çfarë do të thotë kjo realisht. Si themeluesi Closer Masterclass, dua të ndaj me ty perspektivën time. Shitja ka ekzistuar për një kohë shumë të gjatë. Njerëzit shesin, njerëzit blejnë, dhe gjithmonë kanë ekzistuar shitës dhe profesionist të shitjes. Por para se të përkufizojmë shitjet, close, le të përkufizojmë çfarë do të thotë closer. Pra, jo close high ticket, por çfarë do të thënë closer. Çfarë është kjo closer? Çfarë është? Kush quhet një closer? Shumica e njerëzve nuk dinë të komunikojnë. Më pak njerëz dinë të shesin dhe pothuajse askush nuk di të mbyll. E sheh, ti nuk po fiton para duke shitur. Ti fiton para duke mbyllur. Kjo do të thotë që në fund të asaj bisede, në fund të asaj telefonate shitjeje, ti merr porosin, ti merr angazhimin financiar të klientit. Pra, çfarë është closing high ticket? Dua që të mendosh për tregun sot. A është tregu shumë konkurrues? Komento më poshtë nëse mendon që tregu është konkurrues. A ka shumë konkurrencë në treg, A ka shumë konsumator që bëjnë shumë zgjedhje, a ka shumë mundësi zgjedhje për konsumatorë sot? Dhe kjo do të thotë gjithashtu që gjithnjë më shumë kompani dhe organizatat hynë në treg, duke konkurruar tashmë në nivel global. Kjo e bën gjithçka më sfiduese. Shumë kompani, për të rritur dhe për të zgjeruar, kanë nevojë për më shumë klient. Sot, ndryshe nga dikur, të ofrosh diçka me një çmim shumë të lartë, pra një ofertë premium, dhe ta shesësh direkt që në fillim është bërë pak më sfiduese. Prandaj, çfarë bëjnë shumë kompani sot? Ato ofrojnë fillimisht diçka që unë i quaj low ticket. Le të themi që produkti kryesor i një kompanie kushton 5.000 euro. Teorikisht, kompania mund të dalë në treg dhe të thotë, blej produktin tim për 5.000 euro. Dhe kjo është nëse në rregull. Por në praktik shumë kompani zgjedhin të ofrojnë fillimisht një opcion më të përballueshëm. Ndoshta diçka që kushton më pak se 200 euro. Kur një klient blen këtë produkt low ticket, ai fillon të përjetojë se si është të bësh biznes me këtë kompani. Dhe nëse kompania dorëzon atë që premton, atëherë ndërtohet besimi. Klienti është i kënaqur dhe bëhet i gatshëm të investojë në një nivel më të lartë. Për shembull në produktin kryesor prej 5.000 euro. Ka kuptim kjo që thash deri tani? Tani çfarë lidhje ka kjo me closing high ticket? Shikon, këto shitje 5.000, 10.000, 20.000, madje edhe 50.000 euro janë shumë të vështira për të mbyllur. Dhe zakonisht nuk mbyllen me një postim në rrjetet sociale, apo po bëj një video reels, apo me një shpërndarje të thjeshtë. Këto shitje zakonisht mbyllen në një mënyrë shumë të qartë në telefon. Sepse përpara se një klient të bëjë një blerje kaq të madhe, ai dëshiron të flasë me dikë, me një human, dëshiron që dikush ta udhëheq hap pas hapi. Ti shpjegoj saktësisht si funksionon shërbimi, si funksionon produkti dhe mbi të gjitha të flas me një qenie njerëzore, me një human. Kjo është closing high ticket. Dhe ja çfarë të lejon të bësh të aftësi si closer high ticket. Ti hyn në telefon, lehtëson procesin, ndihmon klientin të marrë vendimin e dur dhe punon me kompani që ofrojnë programe high ticket, produkte high ticket, shërbime high ticket, me vlerë mira, 10 mira, madje ndonjëherë edhe 100 mira euro. Ti ndihmon këto kompani të mbyllin këto shitje. Dhe si rezultat, kompania është më së lumtur të paguajë një përqindje të shitjes. Për shembull, le të themi që mbyll një shitje prej 10.000 eurosh. Kompania është më së lumtur të paguajë, le të themi, 10%, pra 1.000 euro, për çdo shitje që ti mbyll. Sepse nëse nuk do të ishte për aftësinë tënde në closing high ticket, ata nuk do ta kishin bërë kurrë atë shitje. Ka kuptim këtë këtu? Kjo është closing
high ticket. Është një set aftësish që mund të ofrosh në treg dhe që të lejon të gjenerosh të ardhurat të larta pa shpenzime operative, pa inventar, pa kapital fillestar. Gjithçka që kërkon është koha jote dhe aftësia jote për të mbyllur atë shitje. Tani mendo pak për jetën tënde. Nëse do të mund të mbyllje vetëm disa 5 apo 10 nga këto shitje high ticket dhe të fitosh qindra apo mijëra euro komision për çdo shitje. Si do të ndryshonte kjo jetën tënde? Si do të ndikonte kjo tek familja jote? A mund të rimerje kohën tënde mbrapsh? Dhe gjë më e bukur është kjo. Këtë mund ta bësh nga kudo në botë, nga rehatia e shtëpisë tënde. Ky është modeli closing high ticket. Nuk ke nevojë të shkosh në zyrë, nuk po flasim për një ambient klasik shitjesh, atë që quhet sales floor, keni parasysh ato gjithë shitcat aty. Nuk është ajo për të cilën po flasim. Me teknologjinë e sotme, këtë mund ta bësh nga vendi ku ndodhesh. Kjo quhet closing high ticket. Mund të bësh B2B, business to business, por mund të bësh edhe B2C, business to consumer, pra business me konsumatorin. Ka një numër të pafund produktesh dhe shërbimesh që kanë nevojë të mbyllen. Dhe kanë nevojë për dikë si ti me aftësi në closing high ticket që të hyjë në telefon, të shtoj vlerë dhe të mbyll këto shitje. Nuk po flasim për një shitës të ndyrë, nga ato green month agresiv, shtytës, no. Po flasim të qenit profesionist. Të hysh në telefon, të kapërcesh kundërshtimet, dhe ndonjëherë njerëzit thjesht kanë nevojë për një shtys fare të vogël. Për t'i ndihmuar ata të heqin disa besime kufizuese, për t'i ndihmuar të marrin vendime që janë të mira për ta, për t'i ndihmuar të marrin një vendim të informuar për ta bërë atë blerje. Për këtë po flasim. Nga 300 euro shitje, kaluam në 12.000 euro shitje. Shitjet e mia shpërthyen nga 5.000 euro në 120.000 euro. Tani ka kaq shumë gjëra për të cilat mund të flas kur bëhet fjalë për closing high ticket. Në fakt, mund të mbaje një trajnim 4 orësh të plot vetëm për këtë temë dhe e kam bërë tashmë. Nëse je kurioz dhe dëshiron të mësosh më shumë se çfarë është saktësisht closing high ticket dhe si aplikohet kjo për ty apo për biznesin tënd, ndoshta ke një punë aktualisht ose ke një biznes dhe dëshiron të kuptosh si mund të ndikoj kjo në biznesin tënd, atëherë kliko më poshtë dhe merr serinë time trajnuese për 4 pjesë, ku hy shumë në thellësi dhe të shpjegoj saktësisht si funksionon ky modeli high ticket, si e monetizon ti këtë aftësi dhe si fiton para duke e përdorur atë. Dhe në fund të serisë me 4 pjesë, nëse dëshiron të vazhdosh të mësosh më tej, do të kesh edhe mundësinë dhe ftesën për të vazhduar edukimin me mua. Pra, vazhdo, kliko më poshtë dhe zbulo më tepër.